Vajzat apo çunat? Burrat apo gratë? Kush dominon jetën e natës? Ka pak vite që vajzat po e dominojnë jetën e natës, biles neve ndonjëherë shikojmë, qeshim edhe themi, ore çfarë sot 8 mars që sepse Tavolina vetëm vajza? Vinë tavolina vetëm me goca që e frekuentojnë jetën e natës, frekuentojnë lokalin ton, edhe nga një anë është e mirë, shumë e mirë, sepse klientela ngjan shumë e bukur kur mbushet me vajza, po nga ana tjetër pjesa e konsumit, atë që ne presim është pak më e vogël, sepse vajzat nuk konsumojnë njësoj si djemt. Kështu që ka dy anë, ka anën e vet mirë dhe anën e vet Dy gjëra po mendoja tani. Statistikat e Institutit Statistikave që thot paksohet numri i meshkujve në Shqipëri dhe rritet numri i femrave që me sa duket u reflekton ka edhe te jeta e natës. Po, patjetër.